taj bie që nuk i njojnë as regullat, as kushtetutën, por ushtrojnë diktat dhe përpiqen ta imponojnë edhe mbi deputetet të cilët sipas kushtetutës nuk i nënshtrohen as një presionin punën. Diçka që ju referua zoti Deda, pra tashme kemi antarin e LDK-s, zoti Nganigeci në lidhje të drejt për drejt me video. Zoti Geci, faleminderit që po lidheni me Rubikon. Faleminderit, ju lutem. Na tregoni pra, ju keni deklaruar se ka pas një tashuaj kërkesë që e bia juaj e cila është rrëzgjedhur deputete në Kuvendin e Kosovës, Marigon Geci, në një forme të arri marrëveshje për të votuar për kandidatën e lëvizjes vetëvendosje për kryetaret Kuvendit zonjën Albulena Agjiu dhe ju ka kontaktuar. Jo, lutem. Kjo ka ndodhur para se mu propozu Albulena. Po, si ka qenë situata? Jo, ka qenë me datën 14, me datën 15 të ka caktu seancën konstitutive presidentja e Republikës Kosovës, ndërsa me datën 14, rrethorës 17:57 minuta, unë jam thirrë në telefon, fillimisht një 2-3 ditë përpara, ka tentu dikush në mik i ngushtë jemi, që të krijoj lidhje, që unë të shkoj në zyrët e LVV-s ose në Kuvendin e Kosovës në zyrët e Glaukën Juftës, po unë i këmë thonë a ka Glaukën Juftësa punë me mu, a unë me Glaukën. Dhe jo, kanë thonë ata ka me ty, atërë nëse ka ata kanë me mu, unë e kam një shpinë dha ush, kush do në djenot. Dhe keni hapur derën e shtëpisë. A me tirë telefon. Edhe ja këmë thonë ume, po më rëtë pëse zbanë kush do në. Dhe kanë tirë telefon, do më thëtë, një 13 minuta kemi folë, edhe unë e kam thonë që, dëgjam, për me folë, vetëm për me folë, me mu dhe familjen teme, Albin Kurti fillimisht duhet kërkoj falje publike për shkrimin që e ka bon kundër familjes teme, shkrim të rrejshëm, me datën 8/10/2024, dhe pastaj të vjen not dhe të flasim me vëllezërit e mi për këtë çështje. Pra ju keni bërë ftesë që Albin Kurti vetë vi në odën e Gezve në Laush dhe të flasë, po fillimisht kërkoj falje. Hashim shkrimin, sepse unë 20 vjetë. Hashim thot që e ka përdor një kushëritimi kundër meja dhe familjes time dhe një 5 vjetë për përdor Albin Kurti. Edhe ne kemi shkruar një letër zyrtare, vllai im Halil Geci, ja ka thënë një letër zyrtare me datën 9. Me nërë mas datës 8, me datën 9, është e protokollu në letra, dhe aj nuk o morë me këto, po o morë me qeshtje, dhe kur e ka po që s'ka numra, dhe më thonë me datën ka që sekser. Ata njerëzit që kanë të du me vol, i kam mish, nuk po du me apërmen emnin, po i kam mish, sepse jemi bashkë luftetarë të idealit prej datën 9-ës, dhe nuk po du me apërmen, por e vërdeta është se unë ja kam që letrën në Pasit Lil, Glaukën Jusën dhe i kam thonë që me kërku falje publike fillimisht. Po, a që ka ndodhur pastaj? Me të rjekë fjallën edhe me ardhë nëtë, me folë me vlazët mi, nëse dënë me ardhë, nëse dënë